Almanaku On This Day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1535, Thomas More ekzekutohet për tradhtinë ndaj mbretit Henry VIII në Angli. Ai kishte qenë këshilltar i rëndësishëm i Henryt. 1557, mbreti Filipi II i Spanjës, bashorti mbretëreshës Mary të Anglisë, niset me anije nga Dover në luftë me Francën, sulm që përfundimisht çoi në humbje në qytetin të Calais. 1614, qyteti maltez Zeitun dhe fshatrat përreth përballen me një bastisje nga forcat osmane. Kjo ishte përpjekja e fundit e pasuksesshme nga osmanët për të pushtuar ishullin e Maltës. 1777, forcat britanike morën kontrollin mbi Fort Tigetendorka gjatë revolucionit amerikan. 1785, dollari zgjidhet pas një kundërshtim si njësia monetare e Shteteve të Bashkuara. 1854, në Jackson, Michigan, zhvillohet kuvendi i parë i Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara. 1885, shkencëtari francez Louis Pasteur provon me sukses vaksinën e tij kundër tërbimit për Joseph Meister, një fëmijë i cili ishte kafshuar nga një qen i tërbuar. 1887, David Kalakua, mbreti i Hawaii, detyrohet nga amerikanët për të nënshkruar kushtetutën që u quajt Kushtetuta Bajonet. Kushtetuta u jepte amerikanëve më shumë pushtet në ishujt Hawaii. 1917, forcat arabe morën nga turqit kontrollin mbi portin Akaba gjatë luftës së parë botërore. 1923, krijohet Bashkimi i Republikave Sovjetike, shtet një partia komunist, do të shpërbëhej pas 68 vitesh. 1939, Holokausti, mbyllen bizneset e fundit të mbetura hebraike në Gjermani. 1942, Ana Frank dhe familja e saj shkojnë të fshihen në aneksin sekret mbi zyrën e babait të saj në një depo të Amsterdamit. 1957, John Lennon dhe Paul McCartney u takuan për herë të parë në një kishë në Liverpool të Anglisë, pas një performance të grupit muzikor të Lennonit, The Quarrymen. 1962, sipas gazetës Rilindja, erdhi në jetë banori 1 milion i Kosovës. 1989, ushtria amerikane shkatroi raketat e saj të fundit Pershing 1A. 1995, gjatë luftës së Bosnjës, generali serb Ratko Mladić fillon sulmin në qytetin bošnjak të Srebrenicës dhe me trupat e tij vret më shumë se 8000 boshnjak. 1998, ndorrë jetë kauboj që u bë i famshëm si këngëtar Roy Rogers.